Kapitulli 5. Shiko përpara. Tendenca e shumë njerëzve, pasi ata janë rritur në një moshë të caktuar, është të shohin pas dhe të ndjejnë keqardhje, të vështrojnë. Duhet të lidhen me anën tjetër. Përpara, nëse ju shihni pas në çdo drejtim mendor ose fizik, ju vazhdoni të kultivoni në mendjen tuaj një ndjenjë keqardhjeje për jetën tuaj në të shkuaren. Karakteristika kryesore e mendjes materiale është ruajtur me kokëfortësinë e të shkuarës. Asaj i pëlqen të kujtojë të shkuaren dhe të mbajë zi për të. Madje, mendja materiale ka një gamë të pafundme defrimi, duke kujtuar gëzimet e së shkuarës dhe ndjen trishtim pasi ajo nuk do të kthehet më kurrë. Por vetja e vërtet, shpirti, kujdeset relativisht pak për të kaluarën e tij, gjykimet e tij ndryshojnë, ajo pret që të jesh një individ i ndryshëm në mendime sot. Krahasuar me një vit më parë, do të duhen mijëra vite që ta harrojmë kush apo çfarë është sot. Pasi e dim se kjo dëshirë e madhe për të kujtuar për atë çfarë kemi qenë në të kaluarën, pengon përparimin drejt fuqisë më të madhe dhe kënaqësive më të thella. Përse ju duhet të dini për atë që keni qenë 1000 apo 5000 vjet më parë. Megjithatë, keni qenë diçka dhe diçka shumë ndryshe nga ajo që jeni sot. Ju jeni kurështar të dini se çfarë keni qenë, por ky është një kuriozitet që duhet të ndriçohet. Por për një gjë të tillë ju duhet të paguni çmimin e tërheqjes pas të 1000 kufomave të vetës tuaj të vdekur. Ata veta, ato ekzistenca, e kanë dhënë ndihmën e tyre për ju, duke ju sjellë më shumë dhimbje se sa kënaqësi. A doni që ta mbani me vete kujtesën dhe barrën e asaj dhimbjeje, sidomos kur një barrë e tillë ju sjell më shumë dhimbje dhe ju privon nga kënaqësia. Është njësoj sikur zogu të këmbgul për të marrë me vete kudo lëvozhgën nga ka dalë. Nëse keni një kujtim të trishtuar, hidheni atë poshtë. Nëse ju nuk mund ta braktisni, kërkoni ndihmë fuqisë hyjnore që ta bëj këtë për ju, dhe një ndihmë e tillë do t'ju vijë. Nëse dëshironi të plakeni, të jeni të pafuqishëm, të thinjur dhe të shtrëmruar, shkoni dhe jetoni një herë në të shkuarën tuaj dhe pendohuni për rinin tuaj. Shikoni të vizitoni vendet dhe shtëpitë ku keni jetuar 20, 30 apo 40 vjet më parë. Thirrni që të kthehen të vdekurit, mbani zi për ta, jetoni me kujtimet e gëzimit që keni pasur atje dhe thoni se ata kanë ikur dhe nuk do të vinë më kurrë. Duke vepruar kështu, ju lidhni rreth vetës vdekjen tuaj. Nëse vinë në një jetë tjetër fizike me kujtimet e jetës së fundit, duhet të vim në botën fizikisht si miniatura, të dërmuar, të thinjur e të plakur. Rinia është e freskët fizikisht dhe lulëzon, sepse nuk mban kujtime të trishtueshme të së shkuarës. Një vajzë është e bukur sepse shpirti i saj ka hedhur poshtë të shkuarën dhe kujtimin e trishtuar të jetës së saj të mëparshme. Për këtë arsye, ka një shans për të, një periudhë kohore për ta treguar këtë. Një grua fillon të quhet në moshë atëherë kur ajo fillon të ngarkohet me nostalgjinë e së shkuarës së saj plot 20 vjet më parë. Shpirti juaj kërkon nga trupi të përdoren hiret, zhdërvjellësitë dhe lëvizjet
dhe bukuria personale, sepse ai është bërë në imazhin e Perëndis dhe mendja e jeta e pafundme. Bukuria, hiret dhe zhdërvjelësia janë karakteristika të asaj mendjeje, në atë fazë të ekzistencës që ne quajmë zhdërvjelësi dhe rini. Shpirti ka shanse të plotësojë dëshirat e tij për bukuri dhe zhdërvjelësi, sepse ai nuk është i ngarkuar ende me besimet e rreme dhe ndjenjat e keqardhjes. Hareja, shkëlqimi dhe lojrat e palodhshme të djaloshit apo vajzës në moshën 12 apo 13 vjeçare ndodhin sepse shpirti është i çliruar nga barra që mbante në të shkuarën e ekzistencës së tij. Ajo barrë ishte një nga mendimet e padobishme për të mbajtur. Ju mund ta keni fizikisht forcën lëvizëse të një 15 vjeçari, duke flakur tej barrën e kujtesës së trishtimit dhe besimit në gabimet që ja keni ngarkuar vetes në këto 20 apo 30 vjet. Ju mund të filloni procesin e shkarkimit tani, duke zgjedhur mendimen e fuqisë hyjnore, të hidhni poshtë kujtimin e gjithçkaje që ju ka mërzitur në të shkuarën, çdo gjë për të cilën ju vuani, gjithçka për të cilën keni qenë. Perëndia kurrë nuk vajton apo nuk ndjen keqardhje. Ju si shpirt jeni bërë nga imazhi i tij. Zoti është jeta e përjetshme, gëzimi dhe qetësia. Sa më shumë të karakterizoheni nga këto cilësi, aq më afër shpirtit të pafundëm të mirësisë do të jeni. A i keni varrosur të dashurit tuaj në tokë? Ju nuk i bëni mirë atyre me mendimet tuaja të trishtuara për ta. Ju gjithashtu bëni shumë gabim duke i quajtur ata si të humbur. Duke bërë kështu, ju jo vetëm shtoni dhe inkurajoni tek ata një gjendje të trishtueshme mendore, por edhe ja kaloni vetes këtë gjendje të zymt mendore, siç bëjnë shumë në pikëllim. E mira më e madhe që mund t'i bëjmë atyre është t'i mendojmë të gjallë si ne dhe të heqim nga mendja çdo gjë që lidhet me varret, arkivolet e tjerë. Nëse nuk mund ta bëjmë këtë, le të kërkojmë ndihmë nga fuqia hyjnore ta bëj. Shpesh ne i bëjmë ata që kanë humbur trupat e tyre të ndihen të vdekur kur i mendojmë ata si të tillë. Nëse bëjmë kështu, edhe ata do të hedhin mendimet e tyre të vdekshme mbi ne. Rrini larg varrezave. Ndoshta ju duket se unë jam i ftohtë dhe i pandjeshëm që e them kështu, por e vërteta, siç më paraqitet mua, thot se varrezat ku nuk gjenden të dashurit tuaj është vendi më i keq për të vizituar shpirtërisht. Ato janë plot mendime keqardhjeje, vdekjeje dhe kalbjeje. Kur ju i vizitoni ato, ju përfshiheni në vetvete një mendim të tillë që është armik dhe vrasës i rinisë, energjisë, elasticitetit, gëzimit dhe jetës. Varrezat tona janë plot gënjeshtra. Ne vendosim një gur mbi trupin e dërguar të një miku. Ne vendosim në atë gur fjalën vdiq. Kjo nuk është e vërtetë. Miku ynë nuk është i vdekur. Ai është vetëm trupi që ai përdorte. Por ai varr është rrënjosur në kujtesën tuaj. Çfarëdo që të bëjmë, edhe pse përpiqemi të besojmë në zgjatjen e jetës dhe tek pamundësia e vdekjes në univers, nuk mundemi të mos mendojmë për atë varr, ose të rishikojmë atë si një imazh të atij miku,
si të vdekur dhe të dekompozuar në arkivolin e tij. Ky imazh që ne mbërthejmë në mendjen tonë dhe duke bërë kështu, ne sjellim tek vetja mendimin e errësirës, vdekjes dhe kalbjes. Mendimet për kalbjen dhe vdekjen janë objekte dhe forca. Kur i mbajmë aq shumë në mendje, ne shtojmë elementet e kalbjes në trup. Ne kemi nevojë sa më shumë që të jetë e mundur të shpejtojmë mendimet tona mbi jetën dhe shtimin e jetës, jetë më të mirë në aktivitetin e saj se sa çdo gjë që kemi arritur ndonjëherë. Kjo nuk përfitohet duke parë prapa, shikoni përpara. Çdo keqardhje dhe çdo mendim i zymt merr aq shumë nga jeta juaj. Është forcë që grumbullohet me shumë mirim. Është forcë që përdoret për të shtuar zakonin e keqardhjes. Është forcë e përdorur për të dhënë gjysmës së mendjes një nuancë trishtimi. Dhe sa më gjatë që të përdoret kjo forcë në këtë mënyrë, aq më të errta do të jenë nuancat e saj. Gjithashtu, kur ne shikojmë prapa në kujtimet e së kaluarës, duke jetuar në të tashmen, i sjellim vetës përsëri të shkuarën. Kjo ndjenjë që vazhdimisht ngulitet, do të sjellë disa forma të sëmundjes fizike. Sëmundja i përket një gjendje mendore nga e cila ne duhet të heqim dorë përgjithmonë. Nëse përpiqemi, do ta shkulim nga mendja dhe do të jemi me shëndet më të mirë se kurrë. Nëse gjendja që mbizotëron në mendjen tonë është ajo e vështrimit pas në të shkuarën, rezultati për trupin do të jetë serioz. Në botën e biznesit, njeriu që ka iniciativat e ecë përpara shpenzon pak kohë në mini shkencë të trishtuar. Nëse ai do ta bëjë këtë, biznesi i tij do të vuante. Mendimi i tij sheh përpara. Mendimi është forca e vërtetë që e shtyn përpara biznesin e tij. Nëse ai e shpenzon atë me kujtime të trishtuara të së shkuarës, biznesi i tij do të shkojë prapa. Ai punon për suksesin e tij aq sa ai më të vërtet ja del të ketë sukses. Me këtë ligj shpirtëror, edhe pse ai mund të mos di këtë, ju mund të thoni, unë kam dështuar në jetë dhe gjithmonë do të dështoj. Kjo është për shkak se ju ecni pas, duke jetuar në dështimet tuaja dhe duke sjellë më shumë dështim. Ndryshoni këtë qëndrim të mendjes, punoni në mënyra të tjera dhe jetoni në suksesin e të ardhmes. Përse thoni, unë jam gjithmonë i sëmur? Sepse ju shihni prapa dhe jetoni në të kaluarën e gjendjeve tuaja të këqija, duke i shtuar më shumë ato për ju. Kam dëgjuar shprehjen, kur toka ishte e re, sikur planeti të jetë tani në dekadencën e tij dhe të shkatërrohet. Në kuptimin e freskisë, rritjes së jetës, finesës dhe pastërtisë në çdo formë të jetës, qoftë ajo e njeriut, e kafshëve, e perimeve, e më gjerë, kjo tokë kurrë nuk ka qenë më e re se sa është sot. Rinia është jeta që rritet dhe shtohet në bukuri dhe energji. Nuk është fillimi më i ashpër i jetës, i ashtu quajturi shkëmb i zhveshur, përmban elemente që do të ndihmojnë formimin e pemës dhe lulës të së ardhmes. A është kjo pjesë e shkëmbit që ndihmon në kujtimin e një peme dhe një luleje të re? Ajo ndryshon vetëm me një shprehje më të lartë dhe më të bukur të jetës. Dhe kështu si lulja, edhe ne ndryshojmë nga mosha në moshë. Shkëmbi shkatërrohet që të mund të jetoj në një formë më të lartë. Mendja e vjetër
duhet dhe do të shkatrohet për t'i lënë vend të res, që të na kthej në një qenie më të re shpirtërore, ndërsa mendja e vjetër shkërmoqet. Kështu do të bëj edhe trupi i vjetër, sepse ndryshimi shpirtëror duhet të shoqërohet nga ndryshimi fizik. Por nëse jetoni në ndikimin dhe shpirtin e këtij ligji, ju nuk keni nevojë të humbni një trup fizik, por të keni një që ndryshon gjithnjë në të mirë. Ndërsa ju jetoni në besimin shpirtëror, jeta vjetër ikën dhe e reja vjen. Asgjë në natyrë, asgjë në univers nuk ndalon, asgjë nuk shkon prapa. Një forcë dhe mençuri gjigante dhe pakuptueshme i lëviz të gjitha gjërat përpara, drejt forcave dhe mundësive më të mëdha. Ju jeni të përfshirë dhe jeni pjesë e kësaj force. Ekziston në embrionin tuaj fuqia që parandalon shkatrimin e trupit fizik, që përdor shpirti juaj, dhe gjithashtu fuqia përdorimit të tij në mënyrë që edhe librat e sotëm do ta quanin si shumë të egzageruar për faqen e një romani. Sepse shpirti juaj rinor dhe e reja, gjithnjë në zhvillim, është një trashëgimi e përjetshme. Nëse trupi juaj është plakur, kjo nuk do të thotë se edhe shpirti juaj është plakur. Shpirti nuk mund të plakët në kuptim material, sikurse nuk mund të plakët drita e diellit. Nëse trupi juaj është i plakur, kjo ndodh sepse ky trup është bërë ngjashmëri materiale dhe shprehje e një vetveteje të rrem ose guack që ka formuar shpirtin tuaj. Dhe kjo vetveten e rreme përbëhet nga mendimet që mbizotërojnë nga një moshë më parshme fizike, dhe këto mendime janë mendime të pavërteta. Pjesa e madhe e këtyre mendimeve është pendesa. Pendesa është një forcë e mbrapshtme, një kthesë e mendjes për të parë prapa, kur gjendja e saj natyrale dhe shëndetshme është të shoh përpara, në mënyrë që ju të jetoni në gëzimet që do të vinë me siguri kur shohim përpara. Një jetë e re që do të vijë për racën tonë, kur të jemi mësuar të jemi gjithnjë në kërkim të gëzimeve më të mëdha, të cilat do të vinë, dhe kur të ndalojmë së pari prapa, do të tërheqim të kaluarën e vdekur në ne. Njerëzit do të kenë trupa shumë më të bukur se në ditët e sotme, për shkak se trupat e tyre do të imitojnë ose reflektojnë mendimet e tyre, edhe mendimet e tyre do të fokusohen tek ajo që është e bukur dhe simetrike. Ata do të dinë se ajo që i pret në të ardhmen e që del nga pasuria e mendjes së pafundme, do të i kalojë çdo gjë që ata kanë arritur në të kaluarën. Sot, në shumicën e njerëzve, qëndrimi i mendjes së tyre është krejtësisht në të kaluarën, për shkak të besimeve të vogla që ata kanë në fuqi, të cilën teologu e quan Zot. Dhe ata ndonjëherë thonë me mendjen e tyre, nuk kanë për të na ardhur më gëzime si ata të kaluarës. Rinia jon ka ikur, e ardhmja jon në tokë është e pashpresë dhe e mërzitshme, është si pluhuri dhe hiri. E vërtet se jeta nuk përfundon me vdekjen e trupit, përparon, ngadalson fiksimin në mendjen tonë. Mënyra jetesës që një njeri bën në të 70-tat nuk përfundon në varr, ajo vazhdon drejt përpara. Njeriu i vjetër, siç e quajmë ne këtu, zgjohet edhe në anën tjetër të jetës,
pas humbjes së trupit të tij si një njeri i vdekur, nëse ai është një prej tyre të moshuarve që kanë jetuar ditët e tyre dhe gjeneratat, të cilët jetojnë në të kaluarën e tyre fizike dhe mban kokën pas me pendes, të cilët janë shumë të vjetër për të mësuar dhe mendojnë se çdo gjë ka mbaruar tashmë. Ai do të jetë i tillë, një njeri i vjetër edhe në botën shpirtërore. Nuk mund të ketë shndërrim të papritur në rini të një trupi të vdekur dhe të shkatëruar. Nëse një pemë bie në tokë, ashtu do të qëndroj për një kohë të gjatë, madje edhe për më tej. Por ai nuk mund të qëndroj në këtë gjendje përgjithmonë. Ai duhet të rritet, jo në moshë, por në rini. Për ta bërë këtë është e nevojshme jo vetëm që ai të largohet nga trupi i vjetër, por edhe nga mendja e vjetër materiale që e bën atë trup. Shpirti i tij e hedh poshtë atë mendje kur fiton një trup të ri, ose është ringjallur dhe ai e hedh poshtë atë, sepse i humb të gjitha kujtimet e së shkuarës, të mbushura plot trishtim dhe pendes. Njeriu duhet të jetë në mendje gjithmonë, si djali, gruaja, vajza. Ju, si burr apo si grua, mund të jeni gjithnjë, një djalë ose një vajzë në shpirt, pa u sjellë si budalla ose pa humbur dinjitetin e vërtet. Ju mund të keni gjithë gjallërinë e rinisë, me mençurinë e pjekurisë, të kesh një mendje qartësisht të fuqishme, nuk ka nevojë të jesh një buf. Ndodh për një periudhë të caktuar që ne të kthehemi në jetën tonë të së shkuarës dhe për një kohë të jetojmë në të. Ndonjëherë ne shtyhemi në disa gjendje të vjetra të mendjes, ekzistenca të vjetra, për të na bërë më të gjallë se kurrë, si grindje apo gabime që ende kapen pas nesh. Kjo mund të ndodhë kur ne vizitojmë vende dhe njerëz prej të cilëve jemi ndarë prej kohësh. Pas një kohe të gjatë, një vizitë e tillë shoqërohet me to. Mënyra lidhjes me to dhe ndoshta zakonet për ca kohë të vjetra të jetës. Ne kthehemi përkohësisht në gjendjen mendore të vjetër, gjendje që dikur ishte dominuese në ato vende apo shoqëri. Por, pas pak, mendja e re, vetja jonë e re, në të cilën ne jemi rritur gjatë kësaj kohe, kundërshton të vjetrën. Ajo ndjen neveri për jetën e mbyllur, besimet e rreme dhe jetën e mërzitshme, e monotone pa ndonjë qëllim. Shpirti refuzon çdo gjë që ka lidhje me të vjetrën. Pastaj vjen një konflikt midis dy mendjeve tona, të vjetrës dhe të res, të cilat mund të rezultojnë në sëmundje të përkohshme fizike. Jeta jonë e vjetër apo vetja ngrihet si nga varri dhe përpiqet të përshtatë veten me rregullat e reja. Vetja e re hedh poshtë kufomat dhe llahtarin e së shkuarës. Por, duke parë kështu kufomën, sheh gjithashtu fragmentet e vetës, të cilat, në mënyrë të pakonceptueshme, janë bashkangjitur sëres. Ne nuk heqim dorë nga të gjitha gabimet, në besime në të njëjtën kohë, dhe shpesh, në mënyra të pandërgjeshme, mbajmë copsa të një besimi të tillë, edhe kur mendojmë se jemi plotësisht të çliruar prej tyre. Këto copsa janë mbetjet e mendimeve të vjetra, të mëparshme mendore. Mendja juaj e re lind dhe shtyn atë që ajo gjen të mbetur në të vjetrën. Kjo shtytje
shoqërohet nga shqetësime fizike, sepse shpirti ynë e përdor të gjithë forcën e vet për të hedhur poshtë këto pjesë të ish vetës tuaj, ashtu si mund ta përdorim të gjithë forcën fizike në shtyrjen e një gjarpri. Gabimet tona të vjetra në besim duhet të largohen përpara se mendimet e reja të vinë, të cilat vinë ndërsa të vjetrat largohen. Të kenë ndikim të plot nëse shpirti juaj është i kënaqur dhe qorrazi ka ndonjë lloj besimi të rrem, ju do të bini në grop përfundimisht, si shumë të tjerë. Kur jetoni për disa vite në një shtëpi, qytet, apo në një vend të caktuar, ju krijoni një lidhje shpirtërore me atë vend. Çdo shtëpi, pemë, rrugë ose objekt tjetër që keni parë për një kohë të gjatë atje, ka një pjesë të asaj në atë vërtetësi dhe në mendimet që i bashkohen asaj. Çdo person që ju njeh, ju atje, ju ka në mendjen e tij atje dhe nxjerr në pa atë vetën tuaj kur ju takon ju apo kur flet me ju. Nëse keni qenë për shumë vite më parë në atë vend, reputacioni i të qenit i dobët, i lëkundër, jo praktik, apo i paqëndrueshëm, ju riktheheni tek njerëzit që ju njihnin si të tillë, edhe pse mund të keni ndryshuar për mirë, ju jeni të ngulitur në mendjen e tyre, duke e shtyr veten tuaj përpara në atë vetën tuaj të dikurshme, dhe si rezultat, ju mund të ndjeheni për një periudhë si ish vetja juaj. Ju ktheheni në një vend të tillë pas një mungese të gjatë. Besimi juaj ka ndryshuar rrënjësisht gjatë kësaj kohe. Ju sillni me vete një mendje të ndryshme. Ju jeni në realitet një person tjetër, por e vjetra, ti, vetja e vjetër e viteve të mëparshme, do të ringjallet nga çdo objekt i njohur që hasni. Ajo do të dal nga shtëpitë e banuara më parë, nga miqtë tuaj, edhe pse tani banojnë në vendet të huaja. Do të gjeni në kishën e fshatit, në shkollën e vjetër, në binarët dhe gardhet, vende kaq familjare që ju vite e vite më parë. Më shumë se gjithçka do të dalë në sipërfaqe nga kujtimi i njerëzve që ju kanë njohur se kush keni qenë vetëm në atë kohë, le të themi 20 vjet më parë. Çdo person i tillë forcon në vetvete këtë imazh të vetës tuaj të mëparshme. Ju flisni me ta në avionin e jetës tuaj të mëparshme apo të vetës tuaj. Për momentin, ju injoroni vetën tuaj të tanishme. Lini më njanë vetën tuaj të re, duke mos dashur të angazhoheni në mendimet e miqve tuaj, të cilët për ta mund të jenë të padukshme ose të dukeni të egra dhe vizionare. Ju mund të takoni ndoshta 25 apo 30 njerëz që njihni vetëm vetën tuaj të mëparshme dhe me të gjithë veproni me vetën tuaj të vjetër dhe shtyni të ren. Kjo për një kohë e forcon vetën tuaj të vjetër e të vdekur kohë më parë. Por ju nuk mund ta mbani këtë gjatë, nuk mund ta sillni kufomën e vjetër në jetë. Nëse përpiqeni të jeni dhe të jetoni me vetën tuaj të mëparshëm, do ta kaloni në depresion dhe ka shumë të ngjarë të sëmureni fizikisht dhe ta gjeni veten në një humor të pazakon të jetës tuaj të mëparshëm, që ju mendoni se kishte humbur përgjithmonë. Ju mund ta gjeni veten të shqetësuar me sëmundje fizike të veçanta edhe për atë periudhë nga e cila nuk keni vuajtur për vite. Sëmundjet e tilla nuk janë reale,
ato janë vetëm mendime dhe besimet e gabuara të vetës tuaj të vjetër që përpiqet të mbërthehet tek ju. Kam vizituar kohët e fundit vendin që kisha 25 vjet. Pa e parë, kam kaluar atë një pjesë të rinisë sime fizike dhe kam jetuar atje me një mendje apo një besim shumë të ndryshëm nga ai që kam sot. Dhe u ktheva për të gjetur vendin e vdekur në shumë drejtime. Shumica të njohurve të mi kishin vdekur, por e kuptova këtë lloj vdekje akoma më shumë në mesimin e bashkëkohorëve të mi, të cilët gjoja po jetonin. Ata kishin humbur ambicien dhe vrullin e rinisë së tyre. Ata kishin dhënë ndërheqje, duke u plakur, jetonin kryesisht në të kaluarën, flisnin për të kaluarën, për kohet e arta të së shkuarës, duke krahasuar të tashmen dhe të ardhmen në mënyrë të favorshme me të kaluarën. Ata kishin në mendjen e tyre ku i lash 25 vjet më parë dhe aty ku unë isha me mendje ku largova prej tyre, i tërhequr përkohësisht në rrymat të tyre të mendimeve, për hir të njohjeve të vjetra, bisedova me ta për atë kohë dhe për disa ditë jetova në atë kohë. Në çdo hap takova diçka të gjallë ose jo të gjallë për të më sjellë përsëri në mendje të kaluarën. Pastaj shkova në varreza dhe me mendje rikujtova njohjen që kisha me secilin aty. Kështu që unë jetova për disa ditë në të pandërgjegjshmen dhe në këto rimini shkenca të trishtuara, tërhoqa drejt vetës elemente të trishtimit ekstrem. Fillimisht u dëshpërova, më pas u sëmura në mënyrë të çuditshme, pastaj u ndjeva aq i dobët sa mezi qëndroja në këmbë. Kisha vazhdimisht një tronditje nervore, plot frikë të turbolt. Pse ndodhi kjo? Sepse, kur po kthehesha në jetën time të kaluar, unë kisha tërhequr drejt meje kushtet mendore të së shkuarës sime, mendjen time të vjetër, veten time të asaj periudhe, por që prej asaj kohe, unë kam kultivuar një mendje të re, një vete të re, e cila mendon dhe beson shumë ndryshe nga ajo e vjetra. Vetja e re, të cilën kisha kultivuar, që nga largimi nga i vend nuk e pranonte të vjetrën, ajo e tronditi atë. Ishte ky proces i tronditjes që më shkaktoi trazira fizike. Kishte një konflikt mes këtyre dy forcave, një që përpiqej të hynte dhe tjetra për ta mbajtur jashtë atë. Trupi ishte në mes të këtyre betejave, mes të dyjave. Asnjë shesh beteje nuk është një vend i qetë për të jetuar kur beteja ndodh. Në këtë rast, ishte nevojshëm që unë të shikoja pas dhe të jetoja pas në kohë për të parë më qartë të keqen. Asnjë mësim nuk mund të mësohet pa një përvojë. Nuk ishte thjesht e keqja e jetesës në të kaluarën, në atë vend të veçantë, ajo që unë pash më qartë. Gjithashtu pash edhe për herë të parë, ku kisha jetuar në mënyrë të pandërgjegjshme në të kaluarën dhe duke jetuar prap në mënyrë të panumërta dhe pa vetdije, do mbledh forcat që do të më shtyjnë përpara në çdo kuptim. Kuptova gjithashtu, pasi kalova këtë proces, se javë para se të vizitoja atë vend, isha në depresion dhe përjetova edhe një kthim të gjendjes së kaluar, të cekur të mendjes sime, që nuk e kisha ndier për vite. Kjo ndodhi sepse shpirti im ishte tashmë
Në atë vend duke punuar me këtë ndryshim, pika kulmore arriti kur vetja ime materiale e preku atë vend banim. Të gjitha ndryshimet bëhen praktikisht në shpirt, me qëllim që shisat tona materiale të jenë në dieni. Askush të mos imagjinoj se unë që shkruaj këto ligje shpirtërore, jetoj plotësisht në përputhje me to. Unë nuk jam mbi gabimin, unë dal nga shinat, her pas here bie në hendek, dal prap dhe hy në shina e vazhdoj rrugën përsëri. Fuqia vjen duke bërë përpara me besim, duke u lutër dhe duke kërkuar për më të miren. Ky është ligji i mendjes së pafundme, dhe kur e ndjekim atë, ne jetojmë në atë mendje. Natyra i varros të vdekurit sa më shpejt që është e mundër dhe i heq ata nga syt, edhe më mirë. Megjithatë, të thuhet se natyra e ndryshon atë që nuk mund të përdoret më, duke i dhënë dimensione të tjera të jetës. Pema e gjallë prodhon gjethe të reja me çdo kthim të pranverës. Ajo nuk dëshiron të ketë të bëj me gjethe të kalbura. Ajo nuk i ruan gjethe të thara për t'i kthyer kujtimet e trishtuara. Kur vetë pema ndryshon në prodhimin e gjetheve dhe luleve, ajo ndryshon formë dhe hyn në forma të tjera të vegjetacionit. Unë nuk do të dëshiroja të them se ne duhet të heqim dorë nga të gjitha kujtimet e kaluara, të dëbojmë vetëm kujtimet e hidhura. Jetoni sa më shumë në çfarë do lloj kujtimi të së kaluarës, në atë që ju ka dhënë kënaqësi të shëndetshme. Ka kujtime të skenave në pyje, të fushave që valëzojnë, të qiejve të kaltër dhe valeve të bardha të mbuluara me shirita të bardhë, dhe bukuritë të tjera të natyrës që lidhen me jetën tuaj individuale, që mund të kujtohet me kënaqësi dhe përfitim. Këto nuk janë nga e kaluara të kalbura, ato janë plot jetë, freski dhe bukuri, dhe janë edhe të së sotmes. Por, nëse me këto kujtime përvidhet ndonjë hije trishtimi, refuzoje me njëherë, refuzoni ta pranoni atë. Ajo nuk është pjesë e kujtimeve të gëzueshme të jetës, është si reja që nëse jepni shansin më të vogël, do ta rrezojë gjithçka dhe do ta kthej në errësirë. Shkenca e lumturisë qëndron në kontrollin e mendimeve tona dhe marrja mendimeve nga burimet e jetës së shëndetshme. Kur mendja juaj largohet nga zakoni i hershëm i të menduarit dhe të jetuarit në anën në zymë të gjërave dhe nga prania e mendimeve të zymta, edhe ju vetë do të habiteni se si pikërisht vendi që dikur ju jep të dhimbje do t'ju jap kënaqësi, sepse ju keni dëbuar një gjë mendore të pashëndetshme, të cilën ja lejuat vetës më parë. Vetëm atëherë ju mund të rivizitoni vendet e lidhura me të kaluarën tuaj, të mbani mend dhe të jetoni vetëm në pjesën e ndritshme dhe jetësore të asaj të shkuare, duke hedhur poshtë të gjitha mendimet rreth ndryshimeve të trishtuara dhe ata që kanë vdekur nuk kthehen kurrë e tjerë. Këtë ja kam provuar vetës. A ja vlen të pranojmë që të mund të hymë të gjithë në të gjitha gjërat që na sjellin dhimbje dhe plagë? A e vlerëson Zoti vetvrasjen apo çdo formë të vetshkatrimit? Hidhërimi nuk bën asgjë tjetër veç se shkatëron trupin. Kapitulli 6. Zoti te pemët ose mendja e pafundme në natyrë. Ju jeni me fat nëse I doni pemët dhe sidomos ato të egrat,
që rriten aty ku ka vend dorë forca e madhe e krijuesit, jashtë kujdesit të dorës së njeriut. Kjo, pasi të gjitha gjërat që ne i quajmë të egra ose natyrë, janë më afër mendjes së pafundme se ato që janë skllavëruar, artificializuar dhe penguar nga njeriu. Duke qenë më afër së pafundmes, ato kanë më shumë forcë dhe mendime të pafundme. Dhe kjo është arsyeja pse, kur jemi në mes të asaj që është e egër dhe natyrore, në pyll ose në mal, ku çdo gjurmë e veprimeve të njeriut mbetet prapa, ju ndjeni një ngazëllim dhe liri të pashkrueshme që nuk e përjetoni në asnjë vend tjetër. Ju thithni nëpërmjet frymës, një element që është hedhur nga pemët, shkëmbinjët, zogjt, kafshët dhe çdo shprehje mendjes së pafundme për ju. Është frymëzuese në mënyrë mjaft të shëndetshme. Është diçka më shumë se ajri, është forca dhe mendja e pafundme që shprehen nga të gjitha këto gjëra natyrore dhe që veprojnë mbi ju. Ju nuk mund të merrni këtë forcë në qytet dhe as në kopshtin e kultivuar me kujdes, sepse bimët dhe pemët kanë shumë nga mendja e vogël e njeriut. Mendja që beson se mund të përmirësojë universin. Njeriu është i prirur të mendojë se pafundësia e bëri këtë botë të çrregut dhe la atë që më pas ta përmirësoj. Apo i shkatrojmë me të vërtet pyjet tona, zogjt dhe kafshët me të cilat jetonim dikur, a nuk janë lumenjet tanë të mbushur me ndotjen e ujrave të zeza, e të fabrikave dhe qytetet tona gjithnjë në zgjerim të mbuluar për milje të tëra me tulla dhe llaç. Banorët e tyre të strukur në lagjet më të vogla me kanalizime poshtë plot minë dhe rreziqe. A mund t'i quajmë këto përmirësime të rëndit hyjnor dhe natyror të gjërave? Ju jeni me fat kur rriteni nga një dashuri e gjallë, e butë dhe sinqert për pemet e egra, kafshët dhe zogjt, duke ditur se të gjitha janë ndërtuar nga njëjtja mendje dhe shpirt si juaji, dhe në gjendjen është t'ju jap diçka shumë të vlefshme në këmbim për dashurinë që ju jepni. Pema e egër nuk është pasive ndaj një dashurie të tillë. Një dashuri e tillë nuk është një mit, është një element i drejtë për drejtë dhe një forcë që shkon nga ju tek pema. Ajo ndihet nga shpirti i pemës. Ju përfaqësoni një pjesë tjetër dhe përkatësinë e mendjes së pafundme. Ajo ka pjesën e saj të jetës, mendimin dhe inteligjencën. Ju jeni një pjesë shumë më e madhe, e cila do të jetë më e madhe dhe akoma më e madhe. Dashuria është një element që donë se fizikisht e padukshme, po aq reale sa ajri ose uji, është një akt, forcë gjallë lëvizëse, dhe në atë botë shumë më të madhe të jetës rreth nesh, në të cilën kuptimi fizik nuk është i vetëdijshëm. Ai lëviz në val dhe në rryma si ato të oqeanit. Ka një kuptim kur pema ndjen dashurinë tuaj dhe i përgjigjet asaj. Ajo nuk e tregon kënaqësinë e saj në mënyrën tonë ose në ndonjë mënyrë që ne arrim ta kuptojmë. Mënyra e saj për ta bërë kështu është rruga ose mendja e pafundme, e cila është pjesë e saj. Mënyrat e Perëndis janë të paarritshme dhe po aq të vështira për t'ju zbuluar. Për secilin prej nesh ka një kohë, një qetësi dhe paqja e mendjes që kalon të gjitha konceptet tona të kuptuarit. Por kjo paqe
nuk mund të arrihet përmes një analize kimike në domatët e laboratoreve, ndërsa shpirti i lartë i ka bërë të gjitha gjërat. A nuk është dora dhe urtësia e tij në të gjitha gjërat? Nëse i duam pemët, shkëmbinjët dhe të gjitha gjërat, ashtu siç i krijoi i Madhi Zot, a nuk mund të na jap si përgjigje ndaj dashurisë son, mendimet dhe urtësinë e tyre të veçantë? A nuk duhet t'i afrohemi më shumë Perëndis përmes dashurisë për këto shprehje të tij në shkëmbinj, pemë, zogj dhe kafsh? A presim ne të gjejmë Zotin, ta kuptojmë më shumë çdo ditë, ta vlerësojmë fuqinë e pamatshme çdo ditë më shumë dhe të marrim gjithnjë më shumë nga fuqia e tij, vetëm duke gërmëzuar fjalën në 3 shkronja: Z, O, T. Ju qeshni ndoshta në idenë e një peme që ka mendje, një pemë që mendon, por pema ka një organizëm si joni në shumë aspekte. Ka për gjak lëngun e saj, ka një qarkullim, ajo ka për lëkur lëvozhgën e saj, ka për moshkëri gjethet e saj, ajo mund të ketë ushimin e saj. Pema tërheq ushqim nga toka, ajri dhe dielli, ajo përshtatet me rrethanat. Lisi, gjatë rritjes, i hedh rrënjë thellë në tokë për të bërë ballë stuhive. Pishat në rritje, edhe pse kanë pak rrënjë, rrinë bashkë me njëra tjetrën për të thyer forcën e erës. Bimet e ndjeshme mblidhen në afërsinë e dorës së njeriut. Shumë bimë të egra, si indianat, nuk rriten ose nuk lullëzojnë në kushtet artificiale. Megjithatë, me të gjitha këto ngjashmëri fizike me trupin tuaj, ju i mohoni pemët ose bimës, ndarjen e mendimeve që ju jep pafundësia. Jo këtë. Pema është pjesë e mendjes së pafundme, ashtu siç jemi edhe ne. Është një ngarkesë mendimesh e mbizotërimi tek Zoti, aty është madhështia. Ne ndoshta shohim një pjesë të atij mendimi që shprehet në trungun, rrënjën, degën dhe gjethet, si te vetja jon, ku ne shohim vetëm trupat ton fizik. Ne nuk e shohim pjesën ton shpirtërore, as te pema, ne nuk shohim pjesën e saj shpirtërore. Pema, atëherë është fjalë për fjalë, një nga mendimet e Perëndis. Ky është vetëm mendimi që ja vlen të studiohet. Ajo përmban disa mençuri që nuk i dim akoma. Ne duam atë mençuri. Ne duam ta bëjmë atë pjesë të vetës. Ne duam, sepse mençuria ose vërteta na sjell fuqi. Ne duam fuqi që të na jap trup më të mirë, më të shëndetshëm. Ne duam të shpëtojmë nga sëmundjet. Ne duam zemër më të mirë dhe mendje më të lumtur. Ne duam një jetë të re dhe çdo ditë një kënaqësi të re. Ne duam që trupat ton të jenë më të lehtë dhe jo të rëndohen me kalimin e viteve. Ne duam një fe që të na jap siguri, një vend të shpresave dhe teorive. Ne duam një hyjni që është plotësisht i besueshëm. Ne duam të ndjejmë mendjen e pafundme në çdo thërmi të qenies son. Ne duam çdo ditë të ndjejmë një kënaqësi të re në jetë dhe të fillojmë aty ku e kemi lënë dje. Të gjejmë diçka të re në atë që e kemi quajtur të vjetër dhe të flakur tutje nga e ndjeshmja. Kur shkojmë në fushën e mendjes së pafundme, ne tërheqim më shumë këtë mendje drejt vetës dhe e bëjmë atë pjesë tonën. Asgjë nuk mund të duket e sheshtë
e ngrirë dhe pa dobishme. Ne duam që forcat tona të mohojnë vdekjen. Ne duam të ngrihemi mbi teorinë e vdekjes së trupit, mbi dhimbjen e trupit të vdekshëm, mbi vdekjen e trupit të vdekshëm. A mund të na japin pemë të gjitha këto? Ato mund të na ndihmojnë shumë më tepër kur ne të hymë në shpirtin e tyre, kur ne të njohim dhe të kuptojmë gjithnjë më shumë realitetin e asaj pjese të pafundësisë, të cilës ato shprehen edhe kur do të pushojmë së pari, ose si krijesa të pajustifikuara. Nëse ju i shikoni një pemë si të përshtatshme, vetëm me lëndruri dhe druzjarri, ju do të merrni shumë pak jetë nga to. Ata do të ndjejnë pastaj ndaj jush, ashtu siç do të ndjeni ju drejt një personi që ju ka konsideruar si një send, pa mend e pa kuptim, dhe i ngjasoni vetëm atij që sharron një lëndruri apo druzjarri. Kur të arrini ta duni vërtet Perëndin ose shpirtin e pafundëm të mirësisë, ne do të duam çdo pjesë të Zotit. Një pemë është një pjesë e Perëndisë. Kur të arrini t'i dhuroni asaj dashurinë tuaj, ajo do të dërgojë dashurinë e saj. Atë mendje dhe element që vjen nga pema te ne do të hyjë në qenien tonë, do të na jap nga vetja njohuri dhe fuqinë e saj. Ajo do të na tregojë se mendja dhe forca që ajo përfaqëson nga e pafundmja mund të përdoret shumë më mirë nga njeriu se sa të kthehet në lëndë djegëse ose në lëndë drusore. Dashuria e tyre do të na tregojë se pyjet që përshkojnë ajrin me miliarda deg janë përquese të vërtet të një elementi të mirëfillt që ata sjellin në tokë. Ky element është jetëdhënës për njeriun në përpjestim me aftësinë që ai ka për ta pranuar atë. Sa më afër që të jemi në një koncept të mendjes së pafundme, aq më qartë shohim se kjo mendje përshkon gjithçka. Sa më afër ta ndjejmë marrëdhënien tonë me pemët, zogjt ose kafshët si një krijesë tjetër, aq më shumë mund të thithim elemente jetësore të dhënjes nga të gjitha këto shprehje të mendjes. Personi që e sheh pemën si të përshtatshme vetëm për karburant dhe lëndruri mund të marrë pak nga ky element, i cili për mendjen më të hollë është një helm i jetës. Mendja që sheh në pemë, zogj, kafsh, peshk ose insekte vetëm një gjë që nuk ka inteligjencë dhe i përshtatshëm vetëm për t'u shkatëruar ose skllavëruar për defrim, largon nga të gjitha këto shpirtin ose elementin i cili nëse njihet do të merret ose do të përthithet dhe do të sjellë një jetë dhe fuqi të re në mendje dhe trup. Ne marrim elementin e dashurisë vetëm në proporcionin që e kemi atë brenda nesh. Mund të marrim këtë element nga fuqia hyjnore, ne tërheqim atë në proporcion me admirimin ton në çdo shprehje së pafundmes, qoftë ajo pemë apo kabuqe, insekt, zog ose çdo formë tjetër e natyres. Ne nuk mund ta shkatërrojmë apo ta gjymojmë atë që ne e duam me të vërtet. Sa më shumë që u japim dashuri këtyre gjërave, aq më shumë elementi i tyre i dashurisë rrjedh në dejet tona. Ky element është bërë për jetë, po aq e vërtet sa vetë pema. Sa më shumë të marrim dhe të përthithim nga ajo jetë, aq më shumë do të kuptojmë një fuqi në jetë, e cila mund të shprehet vetëm si mrekulli. Shkatroni pyjet dhe ju do të paksoni kështu përkohësisht
sasinë e elementit që rrjedh prej tyre. Kur ne zëvendësojmë pemët e egra me variantet egzotike apo të kultivuara, një element i tillë cilësohet i klasifikuar. Ne ndërhyjmë kështu në sasinë e elementit jetëdhënës, të cilin vetëm pyjet në gjendjen e tij natyrale mund ta japin. Kur mbulojmë të gjithë tokën dhe qytetin, fshatra dhe fusha të kultivuara, ne ndërhyjmë në fuqizimin e një elementi jetësor, të cilin vetëm pyjet në gjendjen e tyre natyrore mund ta japin. Të mohosh rëndësinë e pemës si pjesë e shpirtit të pafundëm, do të thotë të jesh i vdekur dhe i paaft për të thithur shpirtin e pafundëm që na vjen nëpërmjet pemës. Pemët gjithmonë japin një element të jetës, aq të nevojshëm për njeriun, si ajri për frymën. Dora njeriut, kur punon, krijon pluhur dhe shkatërim. Në qytetet e mëdha, thithim pluhur në çdo frymarrje, asgjë në këtë univers nuk ndalon apo nuk bën pushim absolut. Milje të tëra gurësh, tullash dhe llaçi janë gjithnjë në lëvizje ngadalë dhe në mënyrë të pakuptueshme kthehen në pluhur. Pelhura, lëkura, hekura dhe çdo material i veshur dhe i përdorur nga njeriu, gjithnjë mbulohet nga pluhuri. Shikoni pluhurin që në një ditë të vetme grumbullohet në dhomën tuaj, në raft dhe tavolinë apo veshje të bukura, edhe kur dritarët nuk janë të hapura. Një forcë gjigande është gjithnjë në lëvizje, duke kthyer gjithçka në thermia. Lëreni një rrezë drite të hyjë nëpërmjet një të qare dhe do të shikoni grimca të panumërta që fluturojnë në të. Mendoni për mira nga këto grimca që nuk mund t'i shihni. I gjithë ky është elementi dorës së dytë, i cili frymëzohet dhe përthithet në trup dhe në shpirt, por pemët dhe të gjitha gjërat natyrore nxjerrin jashtë tyre elementa të mbushur me jetë. Edhe trupat tanë nxjerrin përmes lëkurës atë që ne nuk mund ta përdorim më. Në mira e mira trupa, në qytetet e mëdha, hidhen jashtë elementit të panevojshëm që mund t'i quajmë edhe si pluhura. Ato janë hedhur nga trupat e sëmurë dhe shumë janë të sëmurë deri në këmbët e tyre. Këto i thithim ne. Ne përfytërojmë njëri tjetrin pa pushim. Kjo re e padukshme e këtyre materialeve që përhapet në qytetat e mbushura me njerëz nuk është jeta që duam dhe nuk është e përshtatshme për jetën dhe rritjen e njerëzve. Kur të arrijmë jetën e përjetshme, shëndet dhe lumturinë e pandërprer, mendja jonë do të përqendrohet tërësisht drejt pemës, zogjve, kafshëve dhe gjithçka në natyrë. Do ta shohim këtë kur do t'i duam me të vërtet të gjitha këto shprehje të mendjes së pafundme, pemëve, bimëve, zogjve dhe kafshëve, edhe kur mos t'i prekim ato fare. Kur t'i lëm plotësisht vetëm, ato do të na dërgojnë me dashuri pjesën e tyre dhe cilësinë e tyre të pafundme. Ajo do të rrjedhë te ne në një jetë të re dhe burimin një jete me një fuqi dhe lumturi shumë më të madhe se sa e tashmja. Po si do të jetojmë, pyet njeriu, nëse nuk presim pemë për lëndë druri dhe lëndë djegëse? Nuk vrasim zogj dhe kafsh për ushqim. A mendoni se nuk ka jetë apo mënyra të tjera jetese nga ajo që ne jetojmë tani? A mendoni se në gjendje të lartësuar dhe të përpunuar mendore ne quajmë parajs vrajsin e kafshëve, gjymtimin e pemëve dhe shkatërimin e ndonjë materiali
që është shprehje e mendjes hyjnore. A mendoni se ne mund të rritemi në nivelin më të lartë dhe në gjendje të lumturisë, pa njohurinë e lëngjëve nëpërmjet të cilave mund të arrihet? Si mund të lundrojmë në anije anë mban botës, pa njohuri mbi detin ose lundrimin? Ne nuk mund të shkojmë në parajs në mënyrë se si një tub rrokulliset poshtë kodrës. Nuk mund të ndërpresim menjëherë prerjen e pemëve, therrjen e zogjve ose kafshëve, as ngrënien e ushqimeve të kafshëve, për aq kohë sa trupi dëshiron dhe shijon ushqime të tilla, ai mund të ketë atë. Kur trupi ndryshohet nga shpirti dhe besimi ynë tek elementet më të mira, stomaku dhe qelizat do ta refuzojnë mishin e çdo lloji. Nuk mund ta durojmë dot erën e krijesave të therrura. Kur shpirti zgjedh këto çështje, ai pa ndryshimin dhe do të bëj këtë ndryshim përgjithmonë. Gabimi i njeriut në të kaluarën ka qenë shpesh ai i përpjekjes për të shpirtëruar ose për të ndryshuar veten apo vullnetin e tij individual në kushtet më të larta dhe më fine. Për këtë qëllim, ai i ka imponuar vetes të agjërojë dhe të pendohet, duke i hequr vetes kënaqësinë të cilat ai ja ka dhënë natyra. Asnjëherë nuk e ka shpëtuar veten me këto metoda nga sëmundjet dhe vdekja fizike. Ai kurrë nuk e ka rigjeneruar trupin e tij me këto metoda. As këtë nuk kanë besuar në fuqinë hyjnore për të arritur atë si qenie në një nivel më të lartë, por vetëm tek vetja dhe përpjekjet e tyre. Ky është një nga mëkatet më të mëdha, sepse e largon këtë person nga jeta dhe nga fuqia hyjnore, pasi kjo fuqi ju ndihmon kur ju besoni në të. Nuk ka asnjë mënyrë për të dalë nga ndonjë mëkat, veç i dëmshëm e tjerë, vetëse nëpërmjet varësisë së plotë të fuqisë hyjnore. Përndryshe, njeriu mund të duket i referuar nga forma e jashtme. Ai kurrë nuk referohet nga brenda. Ndrydhja nuk është reformë, paragjykuesi i çdo moshe dhe kredoje ka qenë personi që mendonte se mund të bënte vetëm një ëngjëll. Kjo kredo e tillë e bën njeriu të qëndrojë ende në gjurmët e tij. Fuqia hyjnore thot gjithmonë: eja tek unë dhe më kërko mua. Më gjeni në të gjitha gjërat e krijuara dhe pastaj do t'ju dërgoj mendime të reja, gjëra të reja, ide të reja, elemente të reja, që do të ndryshojnë shijet tuaja, orekset tuaja, e që gradualisht do të largoj ligësinë, ashpërsinë e dëshirën e likshme dhe të sjellë për ju kënaqësitë që nuk mund t'i kuptoni tani. Ne do të shohim gjithnjë më qartë me kalimin e kohës që kur të rritur, të pjekur, do të kemi nxitje më të madhe të mundshme për t'ju dhënë pemëve, bimëve, zogjve, kafshëve dhe të gjitha shprehitë e tjera të jetës së pafundme dhe lirinë e tyre më të plotë. Ne do të detyrohemi t'i duam ata. Atë që duam me të vërtet nuk mund të abuzojmë, vrasim apo sklaverojmë. Ne, madje, një zog në kafaz për kënaqësinë tonë. Ne nuk e mbyllim zogun për kënaqësinë e tij. Kjo nuk është shprehje dashurisë më të madhe për zogun. Dashuria më e madhe për të gjitha gjërat është për ne një burim i përfilljes së jetës. Sa më shumë dashuri u japim gjërave në botën e natyrës, aq më shumë dashuri dhe jetë do të marrim si këmbim. Pra, ndërsa rritemi, përsosemi dhe shtojmë këtë fuqi të njohjes së dashurisë për zogun, kafshën,
insektet, ose me fjalë të tjera, të pafundësisë me të gjitha gjërat. Ne do të marrim një dashuri, një jetë të përtrirë, forcë, energji, gëzim dhe frymëzim, jo vetëm nga këto, por nga flokët e borës, e shiu kur bie, ret, deti e mali, dhe kjo nuk është thjesht një ndjenjë, por një mjet i madh dhe rikuperim dhe forca e trupit, sepse kjo e forcon shpirtin me një forcë që vjen për të qëndruar tek ne, dhe çka forcon shpirtin duhet të forcojë edhe trupin. Ne nuk mund të bëjmë vetvetiut të aftë të tërheqim forca nga të gjitha gjërat, është përkatësia jonë, por duhet i kërkojmë fuqisë hyjnore. Është e natyrshme të pyesësh, po pse fuqia hyjnore nuk e ka imponuar që në kryet e herës këtë dashuri më të lartishme tek ne? Pse ka lejuar njeriun të vazhdoj të dëmtoj natyren? Pse janë stuhit, tërmetet dhe luftrat aq shumë nga forca e natyrës, dhe pse forca e njerëzve lejohet të sjellë aq shumë katastrofa dhe mjerim? Ne nuk marrim përsipër të përgjigjemi për urtësinë e pafundme. Mjafton për ne të dimë se ka një rrugë që na largon nga gjithçka që e quajmë të keqe. Mjafton që ne të dimë se koha do të vijë kur ne si qenie të reja do të ndryshojmë mendjen dhe do të harrojmë absolutisht se të tilla ligësi kanë ekzistuar. Ne do të shohim se forca natyrës, qofshin ato zjarri apo stuhit, apo diçka tjetër, vetëm se çfarë është e mirë dhe çfarë mund të na sjellë lumturi. Ne nuk do të jemi gjithmonë të krijuar nga materialet që mund të dëmtohen nga zjarri ose stuhia. Furra e zjarrit nuk pengoi 3 fëmijë hebrejnë, të cilët përmes saj dhe as stuhia apo ndonjë gjë tjetër nuk e pengoi Krishtin e Judes kur ai eci mbi ujë. Ajo që historia ka treguar se është e mundur për disa, do të jetë e pamundshme për të gjithë. Bashkëjetesa me natyren është diçka shumë më e madhe se sa një ndjenjë. Është një bashkim i mirëfillt me qenien e pafundme, elementi i marrë nga një bashkim dhe veprim i tillë në mendje dhe në trup. Është po aq real si çdo gjë që ne shohim ose ndjejmë. Aftësia për të bashkuar me Zotin nëpërmjet veprimeve të tij në ret, pemët, malet dhe detin, zogjt dhe kafshët, nuk përvesohet nga të gjithë në nivel të barabartë. Disa ndjehen të mirë kur gjenden vetëm në pyll. Këto janë fjalë për fjalë jashtë elementit të tyre apo rrymës së mendimeve. Ata gjejnë rehatin e grumbullimit vetëm në zhurmat e qytetit ose thashethemet në shtëpi. Atyre ju pëlqen jeta vetëm në mjedise artificiale dhe në këtë mënyrë dhe shpirtat e tyre pasqyrojnë një rritje parazite dhe artificiale. Kjo i largon ato nga çdo kuptim i veprimit të Perëndis në privatësinë e natyrës. Nga kjo shkëputje, ata ndihen të vetmuar në pyll. Natyra duket e egër, e dhunshme dhe e zymt për ta. Kushdo që mund të tërhiqet për periudha të shkurtra në vetminë e natyrës, do ta shijojë atë vetmi, nuk do të ndjehet as pak i frikësuar apo i vetmuar. Por, përkundrazi, do të ndjej gëzim dhe vetëm gëzim do të kthehet mes njerëzve më shumë fuqi dhe fuqi të re, sepse ai ose ajo në të vërtet ka ecur me Perëndin ose shpirtin e pafundme të mirësisë. Parashikuesi, profeti dhe njerëzit e mirë të historisë biblike kështu e fituan energjinë. Krishti i Judes pushoi në mal
për të referuar nga e pafundmja, orientalet dhe indianët, përmes të cilëve janë shprehur fuqitë e larta, janë të dashuruar me vetmi në natyrë, ata mund të jetojnë me to, me kënaqësi, ata mund të frymëzohen nga shkëmbinjet ose çdo gjë rrotull, nga oqeani për orë të tëra, pothuajse të pandjeshëm nga asgjë tjetër, sepse shpirtat e tyre largohen larg trupave dhe thithin ide të reja të pafundësisë. Ju rrallë do të gjeni një person i cili si sundimtar ushtarak, shpikës, zbulues, poet ose shkrimtar të mos dashuroj bashkëjetesën ku Perëndia është më e thjeshtë të gjendet. Frymëzimi lind. Poeti nuk mund të shkruaj për qytetin, për shkrirjen në kënde të drejta, me kanalizime nën tokë dhe rrugët që ngjiten lart, njësoj si mund të shkruaj për majet e mbuluara të malit me borë, si jura në vella të saj të mjegullta. Ne nuk mund të stërvitemi vetëm për të shijuar gjërat natyrore të tokës, ose për të tërhequr forca prej tyre, që të përveçsojmë një virtyt që se kemi. Duhet të detyrohemi të bëhemi të ndjeshëm, ndoshta budallëj, por nuk e kërkojmë vazhdimisht nga pafundësia një mendje të re, e cila të mund të gjej dhe të ndjej Perëndin në pyll ose në det, në stuhi e në fortuna, dhe të ndjehemi jo vetëm të sigurt, por dhe të marrim energji dhe fuqi, kur forca natyrës të jenë më të zemëruara se kurrë, sepse ajo mendje në atë kapacitet do të zëvendësoj gradualisht e vjetrën dhe me mendje të re të gjitha gjërat do